Takim me autoren Armenida Qyqja ishte titulli i aktivitetit të zhvilluar në ambientet e bibliotekës publike Marin Barleti në Shkodër. Të pranishmit patën mundësinë të njiheshin më nga afër me krimtarinë poetike dhe prozën e autores në një atmosferë të ngrohtë dhe komunikimit të hapur. Shkrimtarja Armenida Qyqja, me origjinë nga Tirana dhe prej vitesh rezidente në Kanada, ka krijuar një profil të veçantë në letërsinë shqipe bashkëkohore. Ndjenja e dashurisë, humanizmi dhe reflektimi mbi përditshmërinë janë disa nga temat që formohen në çdo varg dhe paragraf të saj. Kushtoj një volum shumë të madh lirikës së dashurisë, sepse është themeli i jetës, është alfa dhe omega. Por është shumë e rëndësishme që të paktën në 20% apo 30% të vish me mesazhe të forta për kohën, për shoqërinë në cilën jeton, sepse poeti dhe shkrimtari duhet të jenë gjithmonë jo vetëm pasqyrimi, por dhe një zë i kohës, do të jenë një zë i ndërgjegjes. Një nga vëllimet e saj poetike tashmë i përkthyer në gjuhën angleze është përfshirë në listën e bibliotekës së Harvardit, një arritje domethënëse që vërteton vlerën universale të krimtarisë së saj. Sapo u pranua një nga librat e mi që unë hodha në anglisht, një vëllim poetik. Ka disa poezi që janë botuar në librin e mëparshëm, vjen Gjysma Kafka Gumbi Keri, por totalisht janë poezi të reja që unë kam shkruar gjatë kësaj periudhe 2 vjeçare dhe një pjesë dominuese në muajt e fundit para se sa ta botoja atë. Ishte një surprizë që u pranua në bibliotekën e Harvardit. Përmes këtij takimi, Biblioteka Marin Barleti vijon të ruajë rolin e saj si një hapësirë e gjallë e dialogut kulturor dhe promovimit të autorëve që ndikojnë në pasurimin shpirtëror të lexuesve.